Kurse tani të dashur, do vazhdojmë pak a shumë akoma temën e 7 marsit, gjithsesi për të vijuar tutje apo për ta diskutuar më tepër për një aktivitet që Qendra e Kulturës në Gostivar po përgatit për këtë datë të shënuar. Do lidhemi direkt me drejtorin e kësaj qendre, zotin Ismet Islami. Përshëndetje, shumë kënaqësi që ju kam sot në emision. Përshëndetje, kënaqësia është e imja. Atëherë, zoti drejtor, pse Qendra për Kulturë ka zgjedhur, themi, ta shënojë 7 marsin me këtë manifestim që po përgatit për ditën e nesërme? Po, atëherë Qendra për Kulturë në Gostivar, si edhe vitet e kaluara, edhe si vjet e organizon manifestimin për hir të 7 marsit, ditës së mësuesit. Në fakt, 7 marsi nuk është vetëm një ditë për mësuesin, por është një ditë të cilën e kemi si vlerë kombëtare, përmes të cilës ne e ruajmë historinë dhe identitetin tonë kombëtar. Në fakt, Qendra për Kulturë në Gostivar është duke realizuar edhe programën e saj vjetore, edhe 7 marsi si manifestim është pjesë e programës vjetore, dhe për këtë arsye ne kemi përgatitur një program goxha të begat për ditën e nesër. E përshkruajmë pak a shumë programin që do ta shohim apo ta vijojmë ditën e nesërme, që edhe shikuesit ta kenë një ide se çfarë mund të shijojmë. Besoj është i hapur për çdo që do të jetë i pranishëm atje në Qendrën për Kulturë në Gostivar. Po, pikërisht, programi është i hapur për të gjithë dhe në fakt është një bërshëtim i aktiviteteve. Në fakt do të kemi pika muzikore të përgatitura nga artistë të qytetit, do të pika të cilat janë përgatitur enkas edhe nga shkollat dhe mësimdhënësit e muzikës dhe nxënësit e muzikës. Do të kemi gjithashtu pika me piano dhe valle të cilat do të luhen nga ana e shoqatave kulturore artistike dhe nga ana e entuziazmit. Një ngërshëtim apo jo i shumë artistëve, i shumë elementeve në një manifestim të vetëm, ka shumë kohë që po përgatitet një manifestim i tillë. Tashmë është traditë siç e cekët që kujdeset gjithmonë qendra që të ketë diçka për 7 mars, por që besoj edhe kjo e merr kohën e vet edhe durimin, punën edhe lodhjen e saj. Po, realisht përgatitjet kanë filluar qysh disa javë më herët, për shkak se është program goxha i begat dhe kërkon angazhim sidomos për përgatitjen, për kontaktin që e kemi edhe me artistët e qytetit, pastaj përgatitjen me shkollat të cilat zakonisht janë pjesëmarrëse për 7 mars, dhe sigurisht që kjo kërkon një hapësirë për të tjerë për realizimin e këtij projekti, por gjithashtu edhe stafi artistik që e kemi pranë Qendrës për Kulturë e ka barën, le të themi, më të madhe për këtë organizim. Sa mendoni që është i rëndësishëm roli i qendrës në të tilla data dhe aktivitete, dhe dua di pak edhe për juve personalisht, le të themi se çfarë simbolizon apo doni të përfaqësoj dita mësuesit? Po, në fakt 7 marsi nuk është thjesht një datë në kalendar, është një ditë që simbolizon shumë për arsimin tonë. Në fakt është një datë kur ne reflektojmë, është një datë mirënjohje, do thoja. Sigurisht që të gjithë ne kemi pasur nga një mësues në fillimet tona dhe pikërisht është kjo datë kur ne i kujtojmë ato, për shkak se ata na e kanë dhënë zanafillën e dijes, dhe kjo ndoshta është edhe e paktë që ne ata t'i kujtojmë dhe t'u jemi mirënjohës për punën të cilën ato e kanë realizuar ndër breza. Qendra për Kulturë në Gostivar është derë e hapur për çdo lloj aktiviteti dhe bashkëpunimi ndërmjet institucioneve vlerësoj se është shumë i rëndësishëm, pasi ne si Qendra për Kulturë jemi duke dhënë hapësirën e madhe për të gjithë që edhe talenti i nxënësve të ketë hapësirën e tyre këtu pranë nesh, por gjithashtu edhe të ketë mundësi që të gjithë artistët e qytetit të kenë aktivitete të ndryshme pranë qendrës tonë. Po përmend bashkëpunimin me institucione të ndryshme, dua di pak se sa ngushtë bashkëpunoj me shkollat apo institucionet arsimore atje në Gostivar si qendër.
Po, në Gostivar gjithmonë bashkëpunimi në mes të qendrës për kulturë dhe shkollave ka qenë gjithmonë në nivel, pra gjatë vitit ne realizojmë shumë projekte përmes të cilave shkollat janë edhe partnëse të këtyre projekteve dhe në shumë sektor të qendrës për kulturë, nxënësit e kanë hapësirën e tyre që ta shfaqin talentin dhe mundësitë e tyre. Si tradit tashmë manifestimi i këtij lloji për datën e 7 marsit, gjithsesi ka diçka ndoshta që do thoje e dallon nga manifestimet e kaluara apo të mëhershme, ndoshta diçka që e bën më të veçantë apo që kujdeseni sadopak të ndryshojë nga viti në vit. Po, do thoja janë dy elemente të veçanta të cilat e dallojnë këtë manifestim. Edhe ato janë e para në korridorin e qendrës për kulturë, ne i vendosim fotografitë e mësimdhënësve që tashmë janë të ndjerë. Është një shenjë reflektimi dhe kujtimi ndaj tyre për punën të cilën ata e kanë bërë ndër vite. Dhe elementi tjetër është shpërndarja e mirënjohjeve për të gjithë mësimdhënësit të cilët dalin në pension në vitin e fundit. Dhe në fakt të qendra për kulturë këtë e ka bërë më si traditë, pra shpërndan mirënjohje në shenjë respekti për punën e tyre dhe për përkushtimin e tyre ndaj nxënës. E rëndësishme apo jo edhe për brezat e rinj të shohin të tillë mirënjohje për gjeneratat që kanë dhënë kaq shumë për arsimin. Po. Kemi pak a shumë ndoshta një numër të përafërsisht se sa do dekorohen me këto mirënjohje? Po, këtë vit 14 mësimdhënës, të cilët janë pensionuar pra në vitin kalendarik që kaloi, dhe ato të ndryshme të qytetit, pra janë të shkollave fillore dhe të shkollave të mesme të qytetit. Si manifestim, domethënë ky datës 7 mars fillimisht, do thonit që i dedikohet më shumë mësuesve, nxënësve apo publikut të gjerë, apo thjesht çdo që dëshiron ta shijojë? Po, në këtë aspekt jemi munduar që të jetë një program gjithëpërfshirës, pra të jetë një program i cili nuk i tangon vetëm mësuesit dhe nxënësit, por të jetë një program që tangon të gjithë qytetarët, andaj edhe ftesa është e hapur që të gjithë qytetarët t'i kemi prezent në evenimentin e nesër, për shkak se do të performohen dhe do të shfaqen shumë elemente të mira, do thojë profesionale, me të cilat qytetarët të kenë kënaqësinë t'i shohin. A shohim sepse janë edhe të rinj të nxënësit, janë pjesëmarrës në këtë proces, në këtë manifestim, po dhe në shumë manifestime, aktivitete të tjera të qendrës për kulturë atje, shohim interesim të rinjve të miren me aktivitete kulturore apo të jenë pjesë të tilla manifestimeve ose thjesht eventeve të ndryshme që qendra organizon. Dhe sa rëndësishme është faktikisht që këta të rinjt të jenë pjesë e këtyre eventeve dhe aktiviteteve. Po, e shohim se të rinjt kanë goxha interesim për të qenë pjesë e këtyre aktiviteteve, dhe kjo sigurisht që neve na inkurajon dhe na jep një shtytje që të mundohemi t'u japim edhe më shumë hapësirë atyre që të jenë prezent në këto aktivitete të cilat ne si qendër për kulturë i kemi gjatë vitit, po sidoqoftë aktivitetet edhe të ndryshme të cilat vetë shkollat i kanë në plan programet e tyre për t'i realizuar, siç e thëka edhe më herët, qendra për kulturë gjithmonë e ka pasur derën e hapur për aktivitete të tilla, pasi në fakt kjo është edhe qëllimi i qendrës për kulturë, që ne të shfaqim kulturat e ndryshme të gjithë qytetarëve të qytetit tonë. Është besoj kjo një nga format apo jo që të tilla institucione kulturore mund t'ju ofrojnë si mbështetje institucioneve të arsimit apo shkollave? Po, në fakt kjo është një lloj mbështetje për ta, pasi në të gjithë sektorët që i kemi në qendrën për kulturë, nxënës të ndryshëm kanë mundësinë e tyre që të vinë dhe ta shfaqin talentin e tyre, pra le të themi që mund të ketë nxënës të cilët kanë talent në poezi, në dramë,
në artin figurativ apo në letërsi, dhe këtu ne si Qendër për Kulturë gjithmonë ju kemi dhënë atë hapësirën në lloj bashkëpunimi që nxënësit ta kenë më lehtë dhe të kenë një pikë nisje ku mund të vinë dhe të japin kontributin e tyre për kulturë. Që para shumë ta kemi edhe një ide dhe më të qartë, ta tregojmë se në sa ora nisin nesër këto aktivitete dhe para shumë edhe një herë rënditjen se çfarë mund të ndjekim dhe ku do mbahet. Besoj do mbahen apo në hapësirat e Qendrës për Kulturë. Po, në fakt programi do fillojë në ora 20:15 minuta, do mbahet te salla e madhe e Qendrës për Kulturë, siç e theka më herët, veçmë të përgatitur në korridorin e Qendrës për Kulturë, pjesa me fotografitë nga mësimdhënësit e ndjerë dhe kjo është si hapësirë ku të gjithë qytetarët dhe të afërmit e atyre mësimdhënësve mund të vinë dhe t'i kujtojnë ato. Fillimi i programës do të jetë përmes këndimit të himnit kombëtar, do të vazhdohet me korin e shkollës Ismail Qemali, pastaj do të kemi brenda në program do të luhen vallja nga ana e shkollës Bashkimi, do të jetë vallë nga shoqata kulturore artistike Jahja Hasani e Çegranit, do të kemi pika me piano nga ana e solistës Ëndra Ademi, dhe do të ketë një recital shkollës përparimit të qytetit. Gjithashtu ka edhe një vallë nga ana e shkollës kulturore Pajkonica të fshatit Debreq. Parashihet që i gjithë ky eveniment, pra si manifestim, do të ketë një zgjatje dikund një orëshe, që të jetë edhe i gjasshëm për të gjithë, si edhe zgjatja mos e ka një 60 minuta. Është i hapur për të gjithë apo duhet të bën, le të themi, rezervime apo prenotime të mëhershme? Apo është diçka me ftesa? Jo, nuk, në fakt hapësirat janë të lira për të gjithë dhe evenimenti është i hapur për të gjithë qytetarët pandalë. Ju personalisht apo si qendër, varësisht edhe nga ajo që doni ndoshta apo si t'i qaseni, le të themi, nesër 7 marsi, çfarë mesazhi do mund të përcjellni, qoftë mësuesve apo nxënësve për këtë datë historike dhe kaq të shënuar? Po, pra mesazhi për 7 marsin duhet të jetë shumë i qartë, pasi nuk është vetëm hapja e shkollës së parë në vitin 1887, por është vazhdimësia e arsimit të cilën ne si shqiptar ne kemi parë tërë vite, pra ti inkurajoja mësimdhënësit për punën e tyre që kanë bërë gjithmonë dhe që vazhdojnë ta bëjnë. Ndoshta në pamje duket se mësuesi është një profesion i lehtë, por në fakt është një profesion kopër i rëndë, thoja, dhe sidomos në kohët e fundit, kur informacionet aq të shpeshta dhe janë të shumta, mësimdhënësi ka edhe detyrë tjetër, në fakt, që të jetë edhe mentor i nxënësit, të jetë udhëheqës i nxënësit, dhe të mundohet që dijen e nxënësit ta përçojë atje ku është më e nevojshme. Ndërsa sa u përket nxënësve, thoja që mesazhi ndaj tyre është që të kenë bashkëpunim të ngushtë me mësimdhënësit edhe jashtë orëve të mësimit, i kenë ato si udhëheqës për drejtimin e tyre si në të tashmen, po ashtu edhe në të ardhmen, pasi nëse fillimet e mësimit janë me bashkëpunim me mësuesin, besoj që ajo të ngel edhe si përvojë e mirë për zhvillimin dhe për formimin e karakterit të gjithë secilit në jetën e tyre. Para shumë edhe unë i bashkangjite mendimit kur thoni se kohëve të fundit vetë se është shtuar, le të themi, roli i mësimdhënësve, ato përgjegjësitë kanë ndryshuar sadopak, apo të paktën janë shtuar më tepër përgjegjësi dhe peshë mbi mësimdhënësit. Vlerësohen mjaftueshëm, thua, nga shoqëria sot?
Po, patyshim, besoj që vlerësohen shumë mosimdhënësit dhe përgjithësit janë shtuar ndaj tyre. Teknologjia ka arritur kulminacionin dhe kjo sigurisht që i jep edhe më tepër përgjegjësi mosimdhënësve. Sa i përket shoqërisë, unë besoj se mosimdhënësit janë tepër të vlerësuar, mirë po gjithmonë ajo mund edhe të jetë jo e mjaftueshme. Ne duhet të jemi shembull që të mundohemi mosimdhënësit gjithmonë t'i kujtojmë, gjithmonë t'u jemi afër dhe të krijojmë evenimente të tilla, jo vetëm për 7 mars, por edhe në ditë të tjera që në fakt ato t'i kujtojnë gjithmonë për punën fisnike për të cilën ato e bëjnë gjatë gjithë kohës. Manifestimi apo aktiviteti 7 marsit nuk është i vetmi aktivitet i qendrës. Qendra për kulturën Gosivar ka një kalendar le të themi të mbushur kulturor dhe artistik. Çfarë roli le të themi luan ajo në jetën e qytetit në përgjithësi? Po, Qendra për kulturën Gosivar ka një listë të gjerë të aktiviteteve të cilat do të zhvillohen gjatë vitit 2026 dhe kjo e bën Qendrën për kulturë të jetë një pikë e grumbullimit të gjithë ardashësve. Gjatë vitit 2026 kemi aktivitete të ndryshme që u përkasin të gjithë qytetarëve që jetojnë në komunën tonë dhe kjo është një reflektim për të gjithë qytetarët që të kenë sa më shumë mundësi dhe të kenë hapësirë që të vinë ta vizitojnë Qendrën për kulturë dhe të zhvillohet jeta kulturore e të rinjve në qytet. Mund të përmendim disa nga aktivitetet që do na vinë tutje sa i përket vitit 2026, nëse nëse është lejuar le të themi të zbulojmë detaje nga to. Po, nuk ka problem. Domethënë, gjatë vitit ne i kujtojmë të gjitha ato datat historike dhe kulturore të cilat kanë të bëjnë me të gjithë qytetarët tonë. Në fakt, si data janë përveç datave tona kombëtare, pra i kemi të gjithë evenimentet që janë për hir të qytetarëve tonë të Gostivarit. Kemi aktivitete për 7 marsi, është 22 nëntori, dita e alfabetit, është 28 nëntori, dita e flamurit kombëtar. Kemi edhe aktivitetet tjera të cilat kanë të bëjnë me identitetin tonë shqiptar. Pastaj kemi edhe aktivitetet të qytetarëve maqedonas, siç janë datat nacionale, datat e festave të tyre, dhe gjithashtu edhe manifestimi për ditën e arsimit turk, i cili gjithashtu ndër vit është pjesë e manifestimeve që zhvillohen në Qendrën për kulturën në Gostivar. Dhe po ashtu siç e cekët, përveç manifestimeve të juaja, gjithmonë dera është e hapur për çdo që ka nevojë ndoshta për hapësirat apo mbështetjen e qendrës apo jo? Po, në fakt, siç e ceka, Qendra për kulturë i ka dyert e hapura për të gjithë ardashësit, çdo lloj eventi, për çdo lloj aktiviteti të cilën duan ta zhvillojnë qoftë qytetarët, qoftë shoqata civile, qoftë shoqata kulturore, ne jemi të hapur që të bashkëpunojmë dhe t'u japim hapësirë atyre që të kenë mundësinë për të shfaqur programet e tyre në Qendrën për kulturën në Gostivar. Kemi diçka ndoshta që do donim të shihnim ndryshe në raportin e publikut me kulturën dhe se si e shohim jetën të ardhmen e jetës kulturore atje në Gostivar? Po, në fakt kjo është një sfidë në vete. Dua që qytetarët të jenë më të kenë një mënyrë më të mirë për ta parë kulturën, pra ne mundohemi që t'u japim atyre një hapësirë shtesë që ato të kenë një pikë rrëfimi te kultura, sigurisht të rinjt dhe të rejat duhet të jenë aktiv në aspekt të dhënies së kontributit të tyre ndaj kulturës. Sigurisht që hapësirat tona dua që gjithmonë të mbushen, pra është pamja shumë e mirë për hapësirat e sallave tona mbushen plot dhe ajo tregon se kultura jehon në qytetin tonë
dhe kur hapësirat, si që thash, janë të mbushura, është edhe një shtytje për ne si institucion që të mundohemi edhe të bëjmë diçka edhe më tepër për hir të kulturës. Pikërisht se po i afrohemi edhe fundit të bisedës, pse, duke thënë edhe këto fjalët që sapo i përmendëm apo sapo i diskutuam, pse është e rëndësishme që datat e tilla, jo vetëm në jetën kulturore, por në përgjithësi, datat e tilla si 7 marsi apo festat e tjera në përgjithësi, të shoqërohen me aktivitete konkrete, jo thjesht të mbesin data simbolike. Po, është shumë e rëndësishme që këto data të kenë edhe evenimente kulturore dhe të shënohen, pasi që nëse ngelin vetëm si data në kalendar, do thoja mund edhe të harrohen dhe të mos kujtohen. Pra evenimenti është diçka që i aktivizon të gjithë dhe kur ka një manifestim për një datë të caktuar, besoj që edhe të gjithë qytetarët dhe të rinjt aktivizohen për të qenë pjesë e saj dhe Qendra për Kulturë është ajo pika fillestare ku të gjitha aktivitetet fillojnë dhe sigurisht që për t'i mbajtur vlerat tona, qoftë kombëtare, qoftë qytetare, duhet që këto evenimente pa marrë parasysh që janë të rëndësishme për historinë, duhet që të manifestohen. Unë i falenderoj shumë zoti Ismet që gjetët kohë dhe mundësi t'jeni sot me ne, vërtet kënaqësi që ju kisha. Faleminderit edhe një herë që gjetët kohë në këto ditë të ngarkuara për qendrën dhe uroj që ritakohemi për të tjera aktivitete. Shumë suksese jo vetëm në aktivitetin e nesër, manifestimin e nesër, po edhe gjithçka që po vjen tutje për qendrën. Faleminderit edhe një herë.